Moderatorja dhe këngëtarja e njohur Igli Tako ka ndezur rrjete me një postim të ri ku shfaqet e veshur me komplete, në stil të krejt ndryshe nga ajo që shohim zakonisht. Në përshkrimin e fotos ajo shkroi: Roberta, Guadalupe apo Mia. Fansat e kuptuan lidhjen me aktorët e Rebel The Way, të cilët janë shfaqur shpesh me uniforma shkollore në serial. Postimi ka grumbulluar komente duke treguar interesin e madh të ndjekësve për çdo stil dhe gjest të saj. Ky postim provon dhe një herë tjetër aftësinë e Igli Takos për të angazhuar publikun dhe për të sjellë debate në rrjetet sociale, ndërthurur me nostalgjinë e serialit Rebel The Way. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se karriera e Iglit po ecën mjaft mirë që pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, edhe pse lidhja e saj me gjestin nuk shkoi ashtu siç pritej.